Pilula e abortit, por edhe kontraceptivët që frenojnë shtatzanin, po përdoren në mënyrë abuzive nga të rinjt. Në kushte emergjense, të rinjt shpesh edhe nën efektin e alkoolit, i përdorin ato pa ditur pasojat e rënda që japin në shëndetin riprodhues. Duke mos pas besimin base edhe tek profesionistët e shëndetit dhe tek mjekët, nuk marrin informacionin në dorë, nuk kërkojnë ndihmë dhe bëjnë zgjedhje të gabuara. Na rezulton në shumë raste nga studimet që Qendra Shqiptare për Popullsinë dhe Zhvillimin ka bërë që të rinjt përdorin në mënyrë masive metoda kontraceptive pa përshkrimin e mjekut, pa sugjerimin e mjekut, por pse jo dhe raste të caktuara në përdorimin e pilulave të abortit, të cilat në fakt nuk janë të licencuara. Ky është një alarm për prindrit, mësuesit, por jo vetëm. Prandaj kërkohet që të jepet një fokus më i madh në çështjet e shëndetit riprodhues, në aksesin që të rinjt duhet kenë për sa i përket këtyre çështjeve, por edhe në ndërgjegjësimin e popullatës, ndërgjegjësimin edhe të prindërve, edhe të mësuesve, për sa i përket këtyre çështjeve me kaq rëndësi. Lidhur me debatin që pati miratimi i ligjit për barazinë gjinore, por më herët edhe ligji për shëndetin riprodhues, Gjebrea thekson se më parë se të miratohen, duhen konsultuar mirë për të frenuar dezinformimin. Dhe ligji për shëndetin riprodhues, për shembull, i cili u përgatit nga grupe ekspertësh, nuk gjeti mbështetjen e shoqërisë, por më saktë edhe u keq interpretua nga rryma konservatoriste me qëllime të caktuara. Informacioni mbi shëndetin riprodhues është futur në kurrikulat e shkollës, por shpesh kjo tema na shkalohet nga mësuesit.